Në një moment që tronditi atmosferën në shtëpi, Ludo nuk u përmbajt dhe ja tha hapur në sy Dolcës disa fjalë që u konsideruan denigruese dhe të rënda. Pa e zbutur tonin dhe pa menduar për pasojat, ai u shpreh se, sipas tij, kjo goca është shumë mendjelethë, duke akuzuar se një javë e kaluar në Itali i ka mjaftuar për të menduar se ka kapur qiellin me dorë. Fjalë që ranë fort dhe krijuan një heshtje të rëndë përreth. Sipas Ludës, Dolce kishte bërë një gabim shumë të madh që ishte ndarë nga Edi. Ai e cilësoi Edit si djalë me taban, një njeri serioz dhe i qëndrueshëm, duke lënë të kuptohet se Dolce nuk kishte ditur ta vlerësonte atë që kishte pranë vetes. Në mënyrën e tij të folurit, ai u përpoq ta paraqiste ndarjen si një vendim të nxituar dhe të gabuar nga ana e saj, duke e vendosur përgjegjësinë vetëm mbi shpatullat e Dolcës. Reagimi në ambient ishte i menjëhershëm. Disa banorë u ndjen të sikletosur nga mënyra se si Ludo i drejtohej, sepse fjalët e tij nuk ishin thjesht kritik, por goditje direkte ndaj karakterit dhe zgjedhjeve personale të Dolcës. Ajo, megjithse u përpoq të ruante qetësinë, u duk qartë se ishte e lënduar. Heshtja e saj foli më shumë se çdo kundërpërgjigje, duke treguar se komentet e tilla nuk janë të lehta për t'u përballuar, sidomos kur thuhen publikisht. Shumë kush e pa këtë si një moment ku u kalua kufiri. Kritika mund të bëhet, por etiketimet dhe fjalët nënçmuese shpesh tregojnë më shumë për atë që i thotë se sa për atë që i dëgjon. Dolce, pavarësisht zgjedhjeve që ka bërë, ka treguar gjithmonë përmbajtje dhe dinitet, dhe për këtë arsye reagimi i Ludës u pa nga disa si i tepruar dhe i padrejtë. Ky episod hapi edhe një herë diskutimin e madh brenda shtëpisë. Kush ka të drejtë të gjykojë zgjedhjet emocionale të tjetrit dhe deri ku lejohet të shkohet me fjalë. Sepse ndarjet, udhëtimet dhe vendimet personale janë pjesë e jetës së secilit dhe jo gjithmonë duhen kthyer në akuza apo etiketime. Për Dolcën, ky moment ishte një provë që